Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar disa nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste se kanë lidhje me krimin. Nga foltorja e parlamentit, Berisha ironizoi duke u shprehur se do të ishte më e ndershme që në parlament të uleshin emra si Xhevdet Troplini apo Suel Qela, teksa u ndalë te ministri i Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit, për të cilin tha se erdhi si Blendi Gonxha dhe ndryshoi mbiemrin në Xhabafti. Shumë herë më e ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Xhevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Qela dhe të tjerë. Ai që shifni aty, ai nroi mbiemrin, ai tani quhet Blendi Xhabafti. Ju tërheq vëmendjen, do t'ju heq drejt me fjalës. Mos i drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit më i keq. Edhe një herë, ju tërheq vëmendjen, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Xhabafti. Ja, ky është. Seanca parlamentare ashtu dhe siç pritej, u karakterizua nga debate e akuza mes socialistëve dhe demokratëve.